Charlie Gard, foshnja në qendër të një mosmarrëveshjeje ligjore në lidhje me trajtimin e tij, vdiq të premten. Foshnja 11 muajshe ishte transferuar në një shtëpi kujdesi për të sëmurët terminal pas një vendimi të gjykatës së lartë. Ai vuante nga një sëmundje ekstremisht e rrallë gjenetike që i kishte shkaktuar dëmtime progresive në tru dhe dobësi të muskujve. Prindrit e tij, Connie Yates dhe Chris Gard, luftuan një betejë të stërzgjatur ligjore me Spitalin Great Ormond për ta lejuar atë që të dërgohej në SBA për trajtim. Por të hënën ata hoqën dorë nga betejë e tyre ligjore pasi mjeku amerikan tha se ishte shumë vonë tashmë për terapin. Në një deklaratë lëshuar të premte në mbrëmje, nëna e Charlie tha: "Foshnja jone e bukur nuk është më. Ne jemi shumë krenar për ty, Charlie." Të njëjtën ajo tha se çiftit ishte mohuar dëshira e tyre e fundit për të kaluar më shumë kohë me foshnjën, pasi gjykata e lartë vendosi që ai të transferohej në një shtëpi kujdesi dhe të hiqeshin atje aparaturat që e mbanin në jetë. Çifti donte të dërgonte të birin në SBA për një terapi eksperimentale, por specialistët e Spitalit Great Ormond thanë se trajtimi, përveç se ishte eksperimental, nuk do t'jepte fryte pasi Charlie kishte pësuar dëmtime të pakthyeshme truri. Për 5 muaj çifti u angazhua në një betejë ligjore në të cilën gjykatësit nga gjykata e lartë, gjykata supreme dhe ajo evropiane e drejtësisë u shprehën dakord me doktorët se trajtimi nuk do të ishte në të mirë të Charlit. Betejë për Charlie ndërhoqi vëmendjen e Papa Franceskut dhe presidentit amerikan Donald Trump po ashtu.